Mirëmëngjes të gjithëve. Një përshëndetje të përzemërt, duke ju uruar një ditë të mbar, të bukur, të përjetuar me shpirt dhe me realizime të mrekullueshme. Sot kam kënaqësinë të flasim në këtë studio për një nga aktivitetet më madhore të këngës për fëmijë. Një ndër aktivitetet më e gjata, më të suksesshme, që përcillet vit pas viti, sepse e tillë është jeta me fëmijë, të cilët këndojnë dhe ku ma bukur se në Shkodër. Ka lindur 64 vite më parë dhe vazhdon të jetësohet dhe të rijetësohet me zanet e bukura të fëmijëve, me përkushtimin e atyre që me një devocion të veçantë e kanë mbajtur gjallë këtë festival me krijimtarinë e shumtë që vjen nga Shkodra, por jo vetëm, e çdo gjë tjetër. Festivali mbar kombëtar i fëmijëve hapet nesër këtu në skenën e teatrit Migjeni, fare afër RTS Shkodrës, i cili natyrisht më kujton edhe transmetimet e drejt për drejta që ne kemi realizuar shpesh herë dhe që mund të realizojmë, e që me mbështetjen e Radio Televizionit Shqiptar jemi partner në media. Një aktivitet të mbreslënës, së pari një fest për fëmijët, diçka shumë e bukur, e cila rrëmben një vëmendje, një kontribut dhe një ecuri artistike. Për të folur sot rreth këtij aktiviteti, unë në studio jam së bashku me drejtorin artistik të festivalit të 64 mbar kombëtar të këngës për fëmijë, Roland Gulli. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Kam kënaqësi që ftoj njerëz si ju, personalitete që kontribojnë për Shkodrën, për fëmijët, sepse keni një përvojë të madhe dhe tashmë hyn në atë profesionalizmin që ju karakterizon në të gjithë rrugën tuaj të kontributit në fushën e muzikës. Po, janë disa vite që unë marrëm në festivalin e fëmijëve dhe kam filluar shumë herë dhe kam filluar qysh në 87-ën si mjeshtër korit, më mësoj këngë të kori, pastaj redaktor muziket dhe nga 2001 jam udhëheqës artistik i festivalit mbarkombëtar. Kur thash që është një ndër aktivitetet më e gjata, nuk e di, ndoshta të gaboj, por 64 vite nuk janë pak. Edhe ky festival jeton sepse fëmijët e jetësojnë, por nga ana tjetër është edhe puna këngulse e stafëve të tilla, e specialistëve të tillë siç jeni ju, por me shumë respekt duhet të përmend shumë mjeshtra që punon me fëmijët, me këtë festival që dhanë kontribute të mrekullueshme, të jashtëzakonshme, që mbeten në kujtesën e brezave, duke filluar nga Prenk Jakova, profesor Tonin Daia, profesor Robert Pranushi, profesor Leonard Deda, Kujtim Alia, padyshim, dhe vazhdojmë me stafet e tashme. Është një treguese. Ndjes nëse në këtë rast edhe mund gabohet ndonjëherë, por ja, përgjithsisht i përmendë. Fakti që është rritur deri në ditën e sotshme tregon se ka një bazë të shëndosh krijimit të tij. Është krijuar në 63-shin. Kanë ndihmuar në këtë fillimisht janë kompozitorët e asaj periudhe. John Kapidani ka fituar çmimin e parë të festivalit të parë. Tonin Arapi ka kontribuar jashtëzakonisht, pastaj vjen Tonin Daia, Leonard Deda, Robert Pranushi, Kujtim Alia, që e përmendet edhe krijuesit, sepse festivali nuk e bën ai që drejton, festivalin e bajnë krijuesit. Dhe ideja e linjës së festivalit të parë në 63-shin ka ardhur nga poshtë, nga ideja që ne kemi shumë krijuese dhe ata bëjmë një festival për fëmijë. Bile aludohet sikur edhe festivali i
këngës për të rritun është bën në Shkodër, por nuk është se ka kriju pastaj atë traditën që është, por kjo është arritje e të gjithë krijuesve shkodran, letrarëve dhe muzikor, dhe dëshirës të këtij qyteti për të kontribuar në çdo aspekt, në çdo fushë. Dhe kështu lindi edhe festivali. Këto fakte natyrisht na japin entuziazëm, krenari, mirënjohje, por edhe përgjegjësi. Sepse të shikosh këto emra që kanë hedhur themele në artin muzikor shqiptar, është një përgjegjësi e madhe që të vazhdosh rrugën e tyre. Po patjetër, është përgjegjësi edhe kërkon gjithmonë risi, kërkon impenjim të madh, që në përzgjedhje, që në të gjitha kontributet që vijnë nga jo nga Shkodra, por nga gjithë Shqipëria, por unë kam një princip kryesor. Kjo festival traditet dhe në përgjithësi kur mbajmë pyetje cila është risia. Risia është vetë në kontenutën e saj, në materialet që vinë. Pra, festivali është i krijuar të kontribuojë në këngë të reja për fëmijë. Kjo është thelbi. Dhe në çdo mbledhje diskutim që i bëjmë, themi a kemi këngë të mira. Dhe kjo është kryesorja. Pastaj risit vinë vetvetiu me zhvillimin e të gjitha komponenteve që janë sot. Thelbi është materiali muzikor. Veshjet e tjera natyrisht ndikojnë shumë bukur që të ketë një paketë mirë artistike, por te krimtaria është thamra akilit. Pra ajo është kur ti ke krimtari të mirë, festivali është i bukur. Është sfiduese me gjetë krimtarinë e mirë. Dhe me sa di unë pikrisht është një proces që festivali përgatitet. Fillon shumë herët. Fillon se dikush nuk e di, por domethënë që në janar fillon ajo ideja e grumbullimit të këngëve. Dhe japim një datë caktuar. Si mjet për fatin tonë të mirë ka pas një bum të ardhjes dhe këngëve. Nuk ka bavaki të disa vite që të ketë këtë shumë. Të shti, dikush mundet me thanë edhe mos është e lidhur në gjë edhe me atë shpikjen e re që ka dalë inteligjenca artificiale. Por ne jemi mundu që këtë gjë ta kontrollojmë. Pra, jemi mbledh disa persona që ja din kësaj dhe afërsisht e pengojmë këtë, por unë jam për diçka tjetër. Më thonë, në qoftë se atë inteligjenca artificiale e përdor për mirë, e përdor për të ndihmuar ty për diçka, ajo është përdorimi i mirë. Po në qoftë se ti bazohesh vetëm te ajo, pastaj ajo nuk funksionon. Është një shpjegim që unë prej kohësh e kërkoj dhe e gjej një përgjigje kaq profesionale në këtë rast, sepse ne themi edhe në përgjithësi përdorimi i teknologjisë për fëmijët, dhe e quajmë të dëmshëm në shumë raste, por të gjitha gjanat kanë anën e mirë dhe anën jo të mirë. Absolutisht. Prandaj mos i pyet në fillimisht dini se si kanë reaguar gratë për shpikjen e lavatriçes? Ja, më çfarë. Po si raha unë me atë pirajken time, ata nuk bëhen. Mirë, pa e kuptuar që lavatriçja e baten më mirë se pirajken. Kështu që patjetër, kështu që edhe kjo, në qoftë se ti e përdor mirë, atëherë ajo të ndihmon. Ajo të ndihmon në ide. Ti e ke bë idenë, ti e ke bë këngën, ti e ke bë dhe orkestracionin, por në momentin që ti e fut të kjo inteligjenca, ajo mundet me dhanë disa elemente që e bajnë edhe më të bukur. Pra, nuk është se jam krejt kundër kësaj, por në qoftë se përdoret nga fillimi deri në fund, ajo pastaj është del një diçka artificiale që nuk ka asnjë lloj vlere. Dhe kjo është kësaj i duhet të fokusi juaj ka qenë materiale muzikor, substanca, e çdo krimtaria, çdo festivale, sepse festivalet e këngës janë krimtari. Edhe në këtë sens ju patët një dyndje të mirë. Patjetër. Ishte sfiduese me gjetë 31 këngë. Po, atëherë që edhe nga fjala që i theti 31 këngë të duket sikur është
një numër shumë i madh. Edhe unë mendoj që është numër shumë i madh, me thënë drejtën. Por ne simjet e organizume edhe vjetë kena organizu paksa në këtë mënyrë, po simjet e ndame si me kategoria të vegjëlve dhe kategoria e junior. Pra me dhanë mundësi edhe moshës së vogël, që është deri në 9 vjeç, por edhe moshës më të madhe 9 deri në 14. Që mos të rrinë të papërfaqësuar. Përfaqësuar. Pra të dyja, duke qenë se ishin 2 kategori. Dhe numri ishte i madh i prumjeve, atëherë ne mendojmë që t'ja japim të kontribuojmë edhe në këtë sens, pra të kemi 2 kategori dhe arritmen me në 31 këngë. Këngët janë të mira, janë përgjithsisht mira, sepse edhe ka herë dhe sasia bën edhe cilësinë, pra janë të lidhura bashkë njëra me tjetrën dhe jemi munduar edhe të kthejmë një risi e cila mori shkak ndoshta edhe nga bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë që u bën një konkurs i koreve. Kemi futur edhe një këngë që është vetëm korale dhe ka disa vite që ne nuk kemi një këngë korale, pra vetëm kori. Diçka e mrekullueshme, sepse kjo ecuri që Qendra Kulturore e Fëmijëve e ka risjell në vëmendje 2 vite të fundit kryesisht, është diçka vërtet profesionale. Ne kur dëgjojmë kore që muzikojnë këngë solo, vërtet kënaqemi. E përveç asaj ne do të ndalemi më pas tek ky formacion vokal, siç është kori, që është një shkollë e veçantë me vlera profesionale por edhe njerëzore. Pra në këtë mori këngësh ju përzgjodhët me shumë dashuri këto 31 për të dhanë në skenë në 2 netat e para, patjetër. Apo jo. Që do të thotë një hapësinë moshore, një hapësinë e subjekteve, patjetër kishte bashkëpunime edhe me autorë të teksteve, erdhën paketa të realizume, apo jo, kështu vinë. Zakonisht kjo funksionon në të mënyrë që ata vinë këngë të përfunduara. Pra paketa vjen teksti, muzika, orkestracioni, interpretuesi. Dhe ato prezantohen me mundësinë më të mirë që i kanë ata. Dhe u përzgjollën 31 këngë nga këto autorë. Autorët janë nga gjithë Shqipëria, janë nga trojet shqiptare, Kosovë, Maqedoni, dhe përgjithsisht dominon krijimtaria nga Tirana, sepse kuptohet që është qendra e vendit edhe. Këngët janë të mira, janë të bukura, autorë janë Enis Mullaj, Adrian Hila, Alfred Kaçinari, Kolsusa, Zef Çoba, Jetmir Mehmetit, pra të gjithë Naim Krasniqi. Emra që kanë edhe vjushmëri edhe që kanë sjell produkte të mira. Në një farë mënyrë bina dhe risin. Këto emra garantojnë edhe suksesin e krijimtarisë që ka festivali. Ndonjë surprizë të një autori të ri që vjen për herë të parë, ndoshta nuk është rasti të bëjmë promocion në vete, por mendoni ka autor të ri që tash duhet mu kujtu i keni për ato, por përgjithsisht këto janë ato qendra e Fruta Perime fitoi një këngë shumë fëminore, një këngë që rrëmbeu zemrat edhe me shumë komponentë të saj, besoj se të tilla këngë, por edhe të llojeve të tjera, patjetër, ka atëherë duke pas mbrand edhe kids, fëmijët, edhe junior, është shumë e larmishme edhe lloji i këngës. Pra vim edhe nga ato që mosha 13-14 vjeçare nuk nën më këngë fëmijë vegjël, janë pak më të mëdhaja si këngë në thojza, por edhe këngë të thjeshta për fëmijë që janë çiknën brezi i të vegjëlve. Pra, diapazoni i interpretimit fton shumë artistë vegjël.
Ndërkohë që, siç thash edhe më herët, unë du të ndalem tek një personazh që ndoshta qëndron gjatë në skenë, e që është formacioni koral. Për të cilën Qendra Kulturore e Fëmijëve ka një merit të veçantë, një akademi artistike, do të thosha, e cila mblidhet për festivalin, por jo vetëm për festivalin. Po, kori është një ndër ato komponente që e bën shumë veçantë festivalin për fëmijë. Dhe çdo njeri që vjen nga jashtë Shkodrët, aty e ka kënaqësinë për me pa korin, që është një numër i konsiderueshëm. Si mjet bele kemi 108 fëmijë që janë në kori. Pra, kjo është një element i cili duhet përshëndet. Kjo është një gjë mrekullueshme. Me thanë me zot nalt, me mbledh 108 fëmijë të cilët e përjetojnë festën e këngës me dashurinë e shpirtit. Patjetër, është një risi. Nuk risi është në numër, po jo në substancë. Dhe kori shëshnon 31 këngë. Të gjitha këngët. Pra ne kemi kështu. Kjo është në fakt është një kulturë që e kemi marrë nga Zekin Odoro. Zekin Odoro nuk ka asnjë këngë që nuk është në kori. Dhe aty është pa ajo që ka një efekt i jashtëzakonshëm. Dhe kemi vite, kemi rreth 30 vjet që çdo këngë këndohet bashkë me korin. Dhe solistët fillimisht ngrohen shumë nga prezenca e korit, sepse një refren që e këndon solisti e përsërit kori komplet, pra është një madhështi dhe ja krijon këtë një vlerë shumë fishume në edukimin muzikor, në mënyrën se si realizohet ky edukim, në përhapjen e këngës, ende më shumë, nuk e këndon një, e këndon 100 plus 101. Bukur shumë. Në socializimin dhe në shpirtin që ngjall tek 108 fëmijë. Më shumë çka tjetër. Patjetër, efekti i saj është, ky është efekti kryesor bile. Efekti që ta përçosh atë eksperiencë ata fëmijë, kuptohet që e përçojnë në shkollat, në shokët e vet, në knatësinë që krijojnë ata. Po e këndojnë rrugë, s'ka nga një herë, nuk met kënga. Kjo është merite e madhe e stafit të Qendrës Kulturore të Fëmijëve, të cilët nuk është se hekun keq pak me këtë, sepse të mash 108 fëmijë është e vështirë. Por efekti i saj është shumë i madh. Edhe me këtë rast, unë du me përshëndet të gjithë ata që punojnë me fëmijët në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Roland do të më ndihmosh. Po e fillojmë me drejtoreshën Orieta Kela Ilaro. Një grua, një zonjë, një nan, një mësuese, një drejtuese e afjatuar nga mëngjesi në darkë për festivalin. Patjetër. Për me vazhdu me gjithë stafin artistik. Ermir Zoga, një mjeshtër i sektorit artistik. Me ato shokët e mi të shkollës, Roland Gulin, me Bardul Hysen, me Arben Jubanin, me Leonora Luca, është më vonshme Arvida Borshi, të gjithë stafi të gjithë stafi, një përshëndetje e jashtëzakonshme, është si me pas për ditë në Qendrën Kulturore Dasëm. Një risi e organizimit të këtyre evenimenteve është dhe janë edhe disa fëmijë që i kemi pas në kori e solista, vullnetarët, të cilët nuk rreshtin për çdo ditë në promovime. Edhe ndihmojnë edhe në marrëvajtjen e fëmijëve të vegjël këto elemente. Gjithmonë një aktivitet i tillë ka vlerë të kënga që përçohet nga skena kush del, por është diçka tjetër edhe më e madhe. Ai magnet që ka kjo shtëpi pionjeri na thanë, po kjo shtëpi e madhe e kulturës, Qendra Kulturore e Fëmijëve për fëmijët. Edhe kështu ka qenë në Breza. Unë në voglin teme kam kënë në shtëpinë e pionjerit, edhe kam kënu, por jo vetëm unë, janë breza tanë, ka nga ata që kanë pru fëmijët
aty, ka ata që kanë edhe fëmijët e fëmijëve aty, se 64 vjet ma, prandaj kjo është diçka e mrekullueshme për Shkodrën. Patjetër. Ka shumë gjana për cilet mund të flitet për festivalin, por kur bëhen provat në skenë, të cilat patjetër që do të jenë intensive sot, nesër, çdo ditë, kitë bashkë edhe me teatrin Migjeni, me atë mënyrën e prezantimit, me veshjen që do të kesh, me hyrjen daljen nga skena, shumë gjëra tjera. Një skenografi e realizuar nga Adnan Kastrati. E përshëndesim Adnanin, edhe ai është pjesë e bërthamës profesionale të ka një kontribut shumë të madh të festivalit. Me vite. Skenën. Si mjet jemi në teatrin Migjeni. Po. Vjetë kemi kanë këtu para teatrit jashtë. Po. Është me kondicionimin ndoshta është më mirë. Shikoj, të dyja kanë ato anë mirë dhe anë natyrisht, por skena dhe teatri kanë diçka edhe autoritare në një farë mënyrë. Patjetër, bëjnë më klasike, klasike. Skenografia është ndërtuar me fantazi për botën e fëmijëve apo paraqit. Patjetër, shifë, teatri gjithmonë ka nevojë të jepet një perspektivë, një hapësinë, sepse si masë është e vogël. 8 metra është, por me mjeshtrin që ka Adnani, punëtor që i bëjnë atë, mundohen për mi dhanë një pamje pak më të madhe se sa është vetë, me ata ledollet e këto elementet që e bëjnë që regjia, më malështor. Kush e realizon? Kam idenë se është Klaudia Hila, regjia, drejtoresha e festivalit është Orieta, producente është Manjola Dhoja, ka një kontribut shumë të madh në marrëvajtjen e festivalit. Shumë respekt për gjithë kontribuesit. Është një punë me shpirt, nuk është punë edhe bashkie, nuk është punë me bordera, është punë me shpirt. Patjetër. Mbështetësit organizatore Qendra Kulturore e Fëmijëve, në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Ndërkohë që mbështetet nga Ministria e Arsimit. Këta janë mbështetësit kryesorë të tjerë, pastaj janë faktorë të tjerë mbështetës, të cilët janë të nevojshëm për këtë rast. Partner media është Radio Televizioni Shqiptar, i cili tradicionalisht se një nga pëlqen me thanë tradicionalisht, sepse kjo fjalë ka dhe përgjegjësi, ka dhe profesionalizëm. Le të shpresojmë për këtë të dyja. Patjetër. Trenetët nuk janë të njëjta. Nata e parë dhe e dytë janë 16 këngë nata e parë, 15 këngë nata e dytë, nështë në natën e tretë, si gjithmonë do t'i kënojmë të gjitha, sepse do t'jetë një natë e gjatë. Sepse është shumë e vështirë që t'jetosh një fëmijët që nuk je. Unë kam pa shumë kompeticione dhe tanë i kina pa këto, ato lot të fëmijës që janë, se nuk ka asnjë kanar aq të imt farmaciet me diferencu. Lot të fëmijës se nuk janë në një natë apo një tjetër, janë shumë prekës. Fakti tjetër që e bën të domosdoshme dhe këndimin e të gjithë këngëve është sepse zhuria është prej fëmijëve. Vetëm prej fëmijëve? Vetëm prej fëmijëve. 15 vetë, diçka e tillë? Po, kështu është. Ana organizative nuk është se jam shumë jo, i keni pasqyru këtu. Festivali ndiqet me shumë interes. Besoj se do ta keni shumë të vështirë për biletat, për ndjekjen. Unë e di, kush e prezanton festivalin? Unë ke bëj pyetje që po do ta prezantoj një njeri që do të na surprizoj. Tashti unë kam edhe një surprizë tjetër që më vjen në celular nga një njeri i cili është tradicionalisht i lidhur me festivalin. 64 vite. Ai është mjeshtri i teknikës në Radio Shkodra, Tonin Fishta. E përshëndes nga kjo studio ku ai
ka punu me vite, ka kontribu për instalimin e të gjitha linjave, ashtu si që ai ka punu me pasion, e që jeton prej vitesh në Itali. Shumë vite, të gjitha vitet, ai ka ardhur për Itali gjithmonë me pa festivalin. Si vjet dërgon këtë mesazh, edhe pse jam në vitin e 90 të jetës time. Prap mendimi dhe dëshirën e kam tek festivali I fëmijëve. Sa bukur. I uroj sukses me artin e tyre dhe gjithë stafit suksese. Përshëndetje nga gjyshi I festivaleve. Tonin të përshëndesim, I tillë është shpirti shkodran. Tonin Fishta. Histori. Fillimet tona, incizimet, këto I kena ba me Toninin dhe ndoshim kishim një këngë, unë kishim një këngë dhe e kishim ba incizimin me një strofë. Dhe mirë pa, dukte e shkurq, dhe doshim 2 herë strofen. Sot me teknologjinë që është për ti me numëru dhe në 10, aja është e kopjume edhe është e ba me 2 strofra. Dhe Tonini, thot se e bajon atë punë. Edhe mërë atë shiritin, është ikja pika e prete me e kishte rujt atë e prete copa e njite derisa u ban dhe unë që e di e dalloj një vend që bën tak se ashtu eja, por ama imagjina se çfarë përparimit ka dhe çfarë mjeshtrash kanë dhe çfarë pasioni me një mikrofon e ka transmetu festivali. I lumshin durt, edhe nderim shumë për te, shumë pjesë prej mjeshtrave të tillë si Tonin Fishta I kena në fonotek. Përshëndesim paçjetën e gjatë Tonin Fishta, edhe gjithë ata që e ndjekin festivalin, interesohen për festivalin. Janë Shkodër, por mund t'jenë edhe jashtë Shkodrët, mund t'jenë edhe në shtete të tjera, I përshëndesim të tanë. Të gjithë. Mendoj se do të arrini diçka të bukur nëpërmjet këtij festivali që do të mbetet. Unë shpresoj se krijimtaria është e mirë, organizimi është I mirë, komponentet janë që të kemi një festival të mirë edhe si mjet. Unë nuk po ju pys për solisat e Shkodrës, se tashmë ata janë të afirmuar. Edhe në kompeticione për te Shkodrës e tjerë, nuk du me I dallu prej të tjerëve, sepse ata prap janë ngarë këtu, veç se me zemër ju uroj të gjithëve mbarësi dhe shumë suksese, për qafim për të gjithë. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj për bisedën interesante dhe që përmbledh jo një ditë, jo 2 ditë, jo 3 vite, për të gjithë respekt, por që përmbledh një ecuri të respektueshme dhe me vlera. Faleminderit shumë, Roland, mbarësi dhe suksese, respekt për ju, për ecurin, për profesionalizmin që ju karakterizon e për çdo gjë që lidhet përveç tjerave dhe me festivalin. Shumë suksese. Faleminderit.